Eneda Tarifa nuk e fsheh dëshirën. Big Brother VIP do ta prezantoja që nesër. Këngëtarja, moderatorja dhe kantautorja Eneda Tarifa ishte një nga të ftuarat në këndin e Podfest, ku intervistua nga gazetari Olti Curri. Eneda nuk ja anashkaloi pyetjet pikante, duke dhënë disa përgjigje që menjëherë tërhoqën vëmendjen e publikut. Në mesin e pyetjeve më intriguese ishte ajo për Big Brother VIP, një spektakël që prej 3 vitesh ka dominuar skenën e televizioneve shqiptare. E pyetur nëse do të pranonte ta moderonte një format kaq të madh, Eneda u shpreh pa hezitim se jo vetëm që do ta moderonte, por është gati ta prezantojë që nesër nëse do t'i jepej mundësia. Do e prezantoja patjetër që nesër po të më jepej mundësia. Është i këndshëm, nuk e kam frikë, sidomos kur je dhe producent. Jo vetëm prezantues që ke skenarin në dorë. Mua më pëlqen sfida, nuk është e pamundur, tha ajo me plot siguri. Megjithatë, kur u pyet nëse do të hynte si banore në Big Brother VIP, përgjigjja e saj ishte krejt ndryshe. Tarifa u shpreh qartë se nuk do ta bënte këtë hap. Si banore jo, nuk do e bëja dot. Është përgjegjësi e madhe, një eksperiencë shumë e vështirë emocionalisht. Nuk më përket ajo pjesë. Artisja theksoi se e ka ndjekur formatin dhe e vlerëson për impaktin që ka. Por për të roli i duhur është ai i prezantueses apo producentes. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.